civile, si e keni këto lloj marrëdhëniesh, duke qenë gazetarë dhe keni ndjekur përditshmërinë e ecurisë? Unë do të ndalesha pikërisht tek pjesa e medias që unë përfaqësoj. Shumë herë kemi marrë vesh që pushteti lokal ka bërë takime me shoqërinë civile për problemet e ndryshme, siç është dhe problemi për pjesëmarrjen në buxhetin me pjesëmarrje. Por shumë pak herë jemi njoftuar neve si gazetar për të qenë prezent, për të parë ato dukuri qoftë të mira apo qoftë negative, për t'i pasqyruar ato në media. Shikoj një farë neglizhence që vetëm në disa raste apo kur ka konferenca shtypi njoftohemi nga personat që merren me media në bashki, për mos thënë që nga pjesë e tjera të shoqërisë civile nuk njoftohemi fare, vetëm në takime shumë sporadike. Do të ishte mirë që jo vetëm një apo dy televizione lokal, ndërkohë që për radio të zbet fjalë fare që njoftohen në takimet por edhe si përfaqësues të medias qendrore në Tiranë është një farë neglizhencë, kjo nuk e di pse ka ardhur, pse ndodh nga ana e bashkisë apo qoftë nga rrjeti i shoqërive civile që nuk njofton kur ka zhvillime të tilla. Pra ju një farë neglizhencë. Kam përshtypjen se i shigjetuat të dy këta komponentë që tham apo jo. Fakti është fakt.